Ekipet negociuese nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani pritet të rikthehen në Islamabad më vonë gjatë kësaj jave në përpjekje për të rifilluar bisedimet e paqes që synojnë të japin fund konfliktit në Gjirin Persik. Sipas zyrtarëve pakistanez dhe iranian, të cilët kanë folur për kushte anonimiteti, një propozim është dërguar nga të dyja palët për të vijuar diskutimet në Pakistan. Megjithatë, ende nuk është përcaktuar një datë zyrtare për takimin e radhës. Një zyrtar i ambasadës iraniane në Islamabad ka deklaruar se raundet e ardhshme të bisedimeve mund të zhvillohen nga fundi i kësaj jave deri në fillim të javës tjetër, por pa konfirmimin përfundimtar. Ndërkohë, një burim i përfshirë në proces ka bërë të ditur se dy delegacionet mund të jenë të gatshme për të rikthyer në tryezën e negociatave, ndërsa komunikimi mes palëve vijon për përcaktimin e kohës. Takimi i fundit i mbajtur në kryeqytetin pakistanez nuk arriti të prodhojë rezultate konkrete, pavarësisht se u konsiderua si një moment i rëndësishëm diplomatik. Bisedimet e fundit përbëjnë kontaktin e parë të drejt për drejt mes zyrtarëve amerikan dhe iranian në më shumë se 10 vite dhe niveli më të lartë të angazhimit që nga Revolucioni Islamik i vitit 1979. Delegacionet u drejtuan respektivisht nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance dhe kryetari i parlamentit iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, në një proces që vijon të mbetet delikat dhe pa një marrëveshje përfundimtare.